Folëm brapa vitin 2025, dhe po të përcaktojmë këtë vit si të lodhshëm, do të ishte vërtet një nënvlerësim. Kishim shumë ngjarje, disa retrograda të cilat na sfiduan në mënyrë të dukshme. Pjesë e tyre tashmë kanë mbaruar, por një pjesë do të vazhdojmë që t'i mbartim edhe në vitin e ardhshëm. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyla. Do të organizoj një takim online, gjatë të cilit do të bëj analizën e detajuar të vitit 2026. Atë do të flitet në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme astrologjike të këtij viti, datat më të rëndësishme si negative në mënyrë që të mund të marrin masa, po ashtu dhe ato pozitive në mënyrë që të mund të përdorin. Do të shfrytëzohen tema të rëndësishme si shëndeti, ana ekonomike, çështjet sentimentale, apo dhe ato familjare, si dhe karriera e shumë të tjera. Për të marrë pjesë, më shkruani nga numri i WhatsApp-it. Jeni të gjithë femër fitur.